Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah I madhëreshëm thot, Elejsa Allahu bi a'leme bi shakirin. A nuk është Allahu ai që I din mësë miri falendruesit. Imam Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala thot, kam dëgjuar hoxhën tim, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala duke thonë, ky ajet e ka për qëllim ata njerëz që ja dinë vlerën besimit dhe e falënderojnë Allahun për këtë dhunti që va ka dhënë. A e kuptoni mesazhin dhe porosin? Dhuntia më e madhe që Allahu mund t'i jap një njeriu është besimi në Allahun e Madhërisëm, është imani I tij. Edhe kjo është e vërtetë, sepse në të gjitha situatat e jetës, kur ke bollëk apo kur ke vështirësi, kur ec përpara apo degradon, kur ke trysni apo ke lehtësime, të gjitha situatat e jetës, kur ke vështirësi apo ke lehtësime, besimi në Allahun e Madhërisëm është pasuria më e madhe, është dhuntia më e madhe, është gjëja e vlefshme më e madhe, është gjëja e çmueshme më e rëndësishme. Imani, besimi është ai I cili të ndihmon të ballafaqohesh me të gjitha situatat të duke triumfuar të tyre. Dhe imani është ajo që të bën të shohësh gjërat në fotografinë reale të tyre. Të falëndrosh Allahun për të gjitha të mira që të jep dhe të durosh të gjitha fatkeqësitë që I ke. E kështu ti vazhdon udhëtimin tënd drejt Allahut të Madhërisëm duke qenë ai I kënaqur me ty. Andaj edhe një herë themi, Allahu është ai që mësë miri I njeh falëndruesit, e falëndruesit janë ata që kur Allahu I Madhërisëm I begaton ata me iman, këta vazhdimisht e falënderojnë Allahun për këtë dhuratë, edhe nëse kanë gjendje të vështirë, edhe nëse janë të shtypur, edhe nëse vriten, edhe nëse masakrohen, edhe nëse kanë varfëri, edhe nëse kanë smundje, edhe nëse janë të burgosur, krejt të fatkeqësi që ballafaqohet njerëzimi me to, kur e ka imanin, ai vazhdimisht e falënderon Allahun për këtë iman, sepse vetëm ky iman është ai I cili e bën njeriu të gatshëm, të aftë, fuqishëm, të ballafaqohet me të gjitha këto stuhi e këto sfida dhe të triumfon mbi to. Lutim Allahun e Madhërisëm që Allahu na I mbush zemrat tona me iman dhe të na bën falëndrues ndaj Tij për të gjitha mirësitë që Allahu vazhdimisht me to na gëzon dhe na gëzon. Allah shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.